Ushtrimi i dytë që do bësh çdo mëngjes nga libri i Agentes Magjike, udhëzuesi i zhvillimit personal, është balancimi i hormoneve dhe kimikateve të qelizave në trupin tënd. Atëherë, siç je, mbylli sytë, merr frymfell dhe lirohu. Dhe për këtë ushtrim, po ta tregoj. Mbyll sytë dhe fillojmë të marrim frymfell. 3 herë me undë dhe nxjerrim me gojë. Merr frymfell dhe lirohu. Dhe tani bëj kërkesën tënde, o krijuesi i gjithçkaje. Kërkoj të bëhet balancimi i hormoneve dhe kimikateve në çdo qelizë të trupit tim. Tani, për të mirën time dhe të të tjerëve. Kimikatet përfshin serotoninin, dopaminin e të tjerë. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Terapia që bëhet me sy mbyllur mund të imagjinosh veten tënde përpara dhe ta shikosh derisa terapia të përfundojë. Këtu përdor intuitën tënde e cila gjendet tek secili prej nesh. Nëse nuk arrin të imagjinosh veten përpara, s'ka problem. Terapia ndodh gjithsesi. Intuita dhe pyetjet. Gjatë këtij procesi mund të përdorësh dhe të dëgjosh një zë të brendshëm. Intuitën që kemi të gjithë. Për shembull, pyet: sa përqind është tani dopamini? Bën ushtrimin. Lëre veten të qetë dhe dëgjo përgjigjen që të vjen natyrshëm. Për shembull, mund të dëgjosh një shifër si 80%. Nëse nuk është ende 100%, prit pak sepse terapia nuk ka përfunduar ende. Kur të përfundosh, pyet: a është gjithçka në rregull? Nëse merr një përgjigje pozitive, gjithçka është kryer me sukses. Nëse nuk dëgjon asgjë, mos u shqetëso, gjithçka është në rregull. Beso tek vetja dhe mos e humb besimin. Përfitimet e ushtrimit. Ky ushtrim të ndihmon të bësh balancimin e hormoneve dhe kimikateve të trupit pa përdorur metoda të tjera. Kujdes. Ushtrimin mund ta përdorësh për veten tënde, për fëmijët e tu që janë adoleshent, por jo pa lejen e tyre. Nuk mund të ndrysh në energjinë e të tjerëve pa pëlqimin e tyre. Dhe nëse janë fëmijët e tu, pasi çdo shpirt ka vullnetin e tij të lirë. Tani mund të vazhdosh me ushtrimin tjetër të ditës. Ushtrimin tjetër do ta japim në një video tjetër, që t'i bëni të gjitha avash avash. Ju uroj ditë të mbarë.